janë realisht ambientalist dhe unë dyshoj që Për kryeministin Rama, protestat që kundërshtojnë investimin në Zvërnec janë të ndikuara nga forcat e huaja. Edhe në Fier, ku bashkë me socialistët e këtij qarku festuan 35 vitorin e themelimit të PS-s, Rama sërish u ndal tek protestat, duke sjellë në kujtesë faktin se dikur Shqipëria ka qenë vendi ku bëhej turizëm gjuetie për të vrarë ilegalisht me çifte kafshë dhe shpendë, ndërsa sot sipas tij shqetësohen për flamingot. Dhe të vish sot e t'i kërkosh hesap brutal në atë formë, një qeverie, një shumicë e qeverisë, se një partie në qeveri që e ka bërë Shqipërinë një vend ku është vendosur në mbrojtje lumi i fundit i egër i Europës, është shpallur park kombëtar Vjosa, ku përfshihet edhe delta e Vjosës dhe ku ajo fjala Vjosa Narta Vjosa nuk ka lidhje fare me projektin, është guxim shumë i madh. Gjatë fjalës së tij, Rama vlerësoi historinë e forcës politike të Partisë Socialiste, kontributin e anëtarëve ndër vite dhe rëndësinë e vijimit të procesit të integrimit evropian të Shqipërisë.